Horoskopi për ditën e premte 14 gusht 2026. Në përgjithësi për të gjitha shenjat, dita është e qetë, por do pak kujdes. Dashi, sot ndihesh pak më i tërhequr drejt qetësisë dhe kjo i bën mirë jetës tënde sentimentale. Nëse je në një marrëdhënie dhe çift, është dita perfekte për të kaluar orë të ngrohta pa presion me partnerin, duke shkëmbyer një bisedë interesante. Nëse je beqar, një bisede e thjeshtë dhe pa pretendime mund të sjellë një shkëndijë të re romantike. Mendja jote fokusohet shpesh tek puna dhe ti dëshiron të mbyllësh të gjitha detyrat, por sot nuk është dita të marrësh projekte të reja apo të bësh premtime të mëdha. Përdore këtë energji për punë dhe ide artistike dhe detaje që kërkojnë imagjinat. Mbroje veten nga stresi i panevojshëm në punë. Parat për ty mos bëj investim dhe shmangi blerjeve impulsive sot. Hëna është në alert, ndaj nuk rekomandohet. Nesër mund të pendohesh, bli vetëm gjërat që janë të domosdoshme për ditën. Shëndeti, rekomandohet sa më shumë pushim. Duart e tua dhe trupi yt ka nevojë për ripërtëritje. Një ecje të lehtë mund ta bësh, apo të kalosh pak kohë me një hobi që të qetëson. Kjo do të rrisë nivelin tënd të energjisë. Ngjyra me fat është jeshile, koha me fat është paradite, këshilla e ditës, lëri gjërat e mëdha për nesër. Çfarë parashikohet për Demin sot? Dita premton momente të bukura, sidomos në dashuri. Është një kohë shumë e mirë, mund të organizosh diçka të ngrohtë në shtëpi apo në një shëtitje romantike në natyrë. Nëse je prind, luaj me fëmijët, do të mbush me gëzim. Partneri vlerëson vëmendjen tënde të ngrohtë. Në ambientin e punës, gjërat rrjedhin mirë dhe nëse përpiqesh të kontrollosh pak gjëra, pavarësisht kësaj, gjërat ecin. Sot nuk është dita të nënshkruash kontrata apo të nisësh situata të reja biznesi. Fokusohu tek bashkëpunimi miqësor dhe krijimi një atmosfere pozitive me kolegët. Në para, bëhu pak i kujdesshëm me shpenzimet. Dita të josh të blesh gjëra të bukura për shtëpinë apo kopshtin, por yjet të këshillojnë të përmbahesh. Mbaje shpenzimi vetëm tek gjërat kryesore, ushqimi, karburanti dhe mos prish pafund. Shëndeti, natyra dhe ajri i pastër janë ilaçi yt për sot. Një shëtitje pranë luleve apo kopshteve do të ndihmojë të çlirohesh nga një tension i akumuluar. Ngjyra me fat është vishnje, koha me fat është rreth orës 11 deri në orën 14. Këshilla e ditës. Hapi dyert e shtëpisë për gëzim, mbaje portofolin mbyllur për gjëra të panevojshme. Binjakët. Dashuria. Për ju të dashur binjak, në këtë ditë, një ndjenjë pakënaqësie apo trazimi i brendshëm mund të shtyjë të kërkosh diçka të re. Por, ki parasysh, dashuria është tek ato gjërat e vogla. Një bisede ngrohtë në ambientet e shtëpisë me personin tënd të zemrës mund t'ju afrojë më shumë. Romanca ka gjasa të befasoj këndshëm. Sektori i punës, mendja jote është shumë e aftë të punoj dhe të procesoj shumë shpejt, por hëna të kërkon të ulësh pak ritmin. Mos u ngut të mbyllësh marrëveshje ose të nisësh bisedime të rëndësishme pune. Përdore ditën për të sistemuar vendin tënd të punës apo për të menduar ide të reja, pa i vendosur ato në zbatim ende. Parat, financat kërkojnë një vëmendje të shtuar, mos u ndiko nga dëshirat të momentit për të blerë diçka për shtëpinë apo për veten. Sot është dita për të ruajtur atë që ke dhe të shmangësh çdo transaksion monetar. Shëndeti. Relaksimi, kjo është ajo që të duhet. Trupi yt ka nevojë për pushim mendor, largohu pak ekranit të telefonit dhe shijo një mbrëmje të qetë ndryshe, larg internetit. Ngjyra me fat është mente dhe e kuqe. Koha me fat është pasdite vonë. Këshilla e ditës, gjej paqen brenda mureve të shtëpisë dhe mos cito për asgjë sot. Le të vazhdojmë me gaforën.
Në dashuri, dita për ty sjell një dëshirë të madhe për komunikim. Do të kesh nevojë të flasësh me njerëz të tu të afërt, me vëllezërit, motrat apo fëmijët. Në dashuri, fjalët e tua do të jenë të ngrohta dhe prekse, ndaj përdori ato për të shprehur atë që ndjen, pa pritur diçka të madhe mbrapsht. Në punë, shumë ide të vinë në mendje sot, por mos afro veten vullnetar për projekte të reja. Gjithashtu rekomandohet të mos marrësh vendime përfundimtare. Mjaftohu me shkëmbimin e mendimeve me kolegët dhe dëgjimin e ideve të tjerëve. Mbaje punën në rutinën e saj të zakonshme. Paratë. Tregohu vigjilent me financat, mos u josh nga ofertat apo nga dëshira për të bërë një udhëtim të shkurtër me shpenzime të paplanifikuara. Mbaj paratë për gjëra të rëndësishme që mund të dalin. Shëndeti. Një bisedë e këndshme diku në lagje do të ndihmojë të shkarkosh presionin mendor. Kujdesu për qetësinë tënde emocionale. Ngjyrat me fat është blu e oqeanit, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: dëgjo më shumë se sa vendos. Bisedat e sotme do të ushqejnë shpirtin. Kalojmë tek shenja e luanit. I dashur luan, energjia jote është e lartë, pasi Dielli, Mërkurri dhe Jupiteri janë në shtëpinë tënde. Ato të japin një shkëlqim të veçantë. Në dashuri, të gjithë syt janë mbi ty. Shijoje këtë moment, këtë vëmendje, dhe mos kërko nga partneri diçka që nuk mund ta jap. Puna. Ndonë se ndihesh gati për të pushtuar botën dhe të vendosësh rregullat e tua, sot duhet të bësh pak ndalim. Hëna në sektorin tënd të parave të thotë mos ndërmerr hapa radikal në punë dhe mos premtoj gjëra që kërkojnë përkushtim të madh. Parat, kujdes të jashtëzakonshëm. Kjo është pika më kritike e ditës për ty. Mos ble asgjë me vlerë, mos bëj investime dhe mbaje rripin shtrënguar. Mos e hap kuletën. Mjaftohu vetëm me blerjen e ushqimit apo mbushjen e makinës, pra gjërat imediate. Shëndeti. Energjia jote vitale është e fortë. Mos e shpërdoro atë me nervozizëm apo nxehtim. Kanalizoje forcën tek arti dhe aktivitete fizike të lehta. Ngjyra me fat për ty është blu dhe e bardhë. Koha me fat është paradite vonë. Këshilla e ditës: ki besim tek forca jote, por lëri vendimet financiare më njanë. Virgjëresha. Në dashuri. Hëna është në shenjën e virgjëreshës, pra në shenjën tënde, dhe emocionet e tua dalin mbi sipërfaqe. Do të ndihesh më e ndjeshëm dhe më tërheqës për të tjerët. Është një ditë e mirë për të kaluar kohë cilësore me njerëzit e zemrës. Për sa kohë nuk kërkon perfeksionizëm prej tyre. Puna, edhe pse vëmendja është mbi ty, sot nuk është momenti për të dhënë ato dritën e gjelbër për projekte të mëdha. Mos afro veten vullnetar për detyra të reja dhe mos prano kushte të reja pune. Përdore ditën për të qenë krijues dhe për të socializuar me kolegët. Sektori i financave, meqense hëna është në shenjën tënde, është në alert, kërkon vetëpërmbajtje absolute. Mos u josh nga dëshira për të bler diçka për veten apo hapësirën tënde. Përmbau vetëm tek gjërat e domosdoshme. Shëndeti. Emocionet e tua mund të ndikojnë në stomak ose në energjinë fizike. Duhet të kesh kujdes që të pish ujë, merr kohë për veten dhe mos e mbingarko mendjen me shqetësime të kota. Ngjyra me fat është kafe dhe e bardhë. Koha me fat është në mesditë. Këshilla e ditës: festo, por mos firmos asnjë letër sot. Peshorja. Në dashuri. Opinioni të tjerëve drejt teje ka arritur maksimum. Ke një popularitet që rritet çdo ditë. Njerëzit kanë dëshirë të qëndrojnë pranë teje. Në dashuri, sjellja jote e ngrohtë dhe sharmi natyral do të bëjnë për vete çdo person që do të kesh afër. Shijoj bisedat e lehta dhe mos kërko të përcaktosh të ardhmen
e lidhjes sot. Në sektorin e punës, dita është e shkëlqyer për të biseduar në mënyrë jo formale, për të krijuar kontakte të reja shoqërore në ambientin e punës. Sidoqoftë, ruaj distancën nga marrëveshjet zyrtare. Mos prano asnjë përgjegjësi të re përfundimtare dhe shmangu mbledhjeve ku merren vendime kyçe. Paratë. Magjia jote nuk duhet të përkthehet me shpenzime të paplanifikuara. Nëse del me miq, tregohu i matur me atë që shpenzon. Mbaje portofolin të sigurt nga blerjet luksoze. Shëndeti, kujdesu për balancën tënde trup, shpirt, mendje. Pak muzikë mirë, art apo bisedë me një mik të mirë do të jetë ilaç i shpirtit sot. Ngjyra me fat është e zezë, koha me fat është pasdite vonë, këshilla e ditës. Qëndro larg blerjeve, por thjesht shijo shoqërinë. Akrepi. Në dashuri, të ka hipur një dëshirë e madhe të eksplorosh. Komunikimi yt me njerëzit apo me persona që janë me autoritet është shumë i fortë. Nëse je single, një bisedë me dikë nga ambientet ku punon mund të zgjojë kurreshtjen. Në punë mund të marrësh informacione të vlefshme rreth karrierës tënde. Sidoqoftë, rregulli i ditës është: dëgjo, mblidh të dhëna, por mos vepro. Prit deri nesër për të marrë çdo vendim apo për të bërë lëvizje zyrtare. Sektori i financave. Ke një nevojë për të kontrolluar shpenzimet dhe të ardhurat sot. Shmangi blerjet që nuk lidhen me ushqimin e përditshëm. Mbaj idetë tua financiare të konsoliduara. Në një të ardhme të afërt do të duhen. Shëndeti. Sot energjia jote mendore është e lartë dhe kjo mund të lidhet pak me lodhjen fizike. Bëj her pas here pauza dhe pushime të rregullta gjatë ditës për të pushuar syt dhe mendjen. Ngjyra me fat është gri, koha me fat është në mesditë. Këshilla e ditës: mblidh informacione sot dhe vepro nesër. Shigjetari. Sot je në qendër të vëmendjes. Njerëzit të shikojnë me një sy kurioz. Në dashuri, kjo të jep një joshje të veçantë, por duhet të jesh i kujdesshëm ti masësh fjalët. Mos bëj deklarata të mëdha dashurie apo premtime për të ardhmen, pasi emocionet mund të jenë disi mashtruese. Në sektorin e punës, njerëzit të vlerësojnë për atë që bën. Por sot nuk është dita për të dalë në krye të projekteve apo të bësh deklarata publike. Mos bëj gjithashtu detyra plus, mbaro punën tënde dhe kaq, mjafton për sot. Financat. E di që syri jot shpesh i kap gjëra të bukura, kërkon t'i blej, por sot rekomandohet ta ndalësh pak vete. Kjo ditë nuk është e favorshme për transaksione monetare, qofshin këto dhe blerje. Përbaju vetëm gjërave të domosdoshme dhe që nuk mund të rishpato, si buka, ujë, ndonjë ushqim. Shëndeti. Ideja të jesh në qendër të vëmendjes është e mirë, por kur është tepër egzageruar, ajo të jep lodhje mendore. Ndaj, rekomandohet që të gjesh pak kohë të largohesh për të ecur në natyrë apo të lexosh diçka për të zgjuar horizontin. Ngjyrat me fat për ty janë e kuqe e bardhë. Koha me fat për ty është pasdite vonë. Këshilla e ditës: ruaj shkëlqimin tënd sot dhe kujdesu për vete. Britsjapi. I dashur britsjap. A e di që sot ti mund të lësh një përshtypje shumë të mirë tek të tjerët dhe njerëzit do të kërkojnë mendime për çështje personale. Në fakt, kjo nuk ndodh rrallë. Britsjapët, duke qenë se janë serioz, janë dhe të besueshëm për njerëzit. Në dashuri, do të kesh një ngrohtësi të këndshme. Dëgjoje partnerin me vëmendje dhe mos u nxito të japësh zgjidhje përfundimtare për çdo problem. Në punë,
Aftësia jote për të parë të bukurën dhe për të dhënë këshilla është e lartë, por tregohu i kujdesshëm. Nëse të kërkohet të marrësh vendime strategjike në punë, nuk është dita t'i përgjigjesh pyetjeve të tjerëve apo të formosësh dokumente zyrtare. Në sektorin e financave, çdo vendim financiar duhet të ndalet, të pezullohet. Madje edhe nëse të duket se po merr një këshill të vlefshme për investime, ruaje për një moment tjetër, nuk këshillohet sot. Pasi hëna është alert, shpenzo vetëm për gjërat imediate, shëndeti. Është një ditë e mirë për të mësuar diçka të re, apo thjesht të relaksohesh përmes një bisede që të frymëzon. Qetësia mendore reflektohet pozitivisht në trupin tënd. Ngjyrat me fat. Ngjyrë hiri dhe e bardhë. Koha me fat është në mëngjes. Këshilla e ditës. Shijo vlerësimin e të tjerëve, por lëri përgjigjet e mëdha për më vonë. Ujori. I dashur ujor. Një shkëndi sentimentale mund të shfaqet në jetën tënde. Ose mund të kesh një interesim për dikë që është pak më ndryshe se të tjerët. Ke një dëshirë të madhe të punosh fort, edhe pse sot mund të përballesh me pak vonesa, apo ndoshta me burime lëndësh të para gjatë ditës. Megjithatë, mos u tut nga pengesat e vogla. Vazhdo ritmin tënd dhe shmangur përgjegjësive të reja financiare dhe kontraktuale. Në sektorin e financave, çështjet e parave, si borxhe e investime, kërkojnë maksimalisht kujdes sot. Mos bëj asnjë lëvizje monetare dhe mos prano të ndash shpenzime të mëdha me të tjerët gjatë kësaj dite. Shëndeti, edhe pse fizikisht mund të ndihesh mirë, vonesat që mund të kesh gjatë ditës mund të shkaktojnë bezdhi mendore. Praktiko durimin dhe mos e ngarko veten me gjëra që nuk kanë shumë rëndësi. Ngjyra me fat për ju është rozë dhe kuqe. Koha me fat është pasdite dhe këshilla e ditës, pranoje ritmin e ngadalë të ditës dhe shijo befasitë e vogla romantike sot. Peshqit. Në dashuri, interesat e tua do të mbrohen. Ti je mirëkuptues me partnerin dhe me njerëzit që të rrethojnë. Ke mirësjellje, je fleksibël dhe i zbut keqkuptimet. Shijo momentet e ngrohta pranë njerëzve që do. Puna. Vazhdo merru me detyrat të rutinës. Mos ke asnjë problem. Mos prano asgjë kusht të ri në punë. Mos lidh marrëveshje me klient të ri dhe shmangu çdo hapi që kërkon vendimarrje të prerë sot. Duhet të bashkëpunosh me të tjerët. Sektori i parave. Rregulli i ditës vlen dhe për ty. Kuleta të qëndroj pak e mbyllur. Nëse të duhet të shpenzosh vetëm për ushqim dhe ujë, jo për gjëra dhe teka. Përqëndrohu tek ajo që ke dhe mos u ndiko nga dëshirat të momentit. Në shëndet, energjia jote duhet ruajtur dhe kjo bëhet duke u shmangur dramave të tjerëve. Prefero një mbrëmje të qetë, ndoshta lexo diçka apo dëgjo pak muzikë. Kjo do t'ju karikojë shpirtërisht. Ngjyrat me fat është jeshile dhe e bardhë. Koha me fat është në darkë. Këshilla e ditës, përshtatu me rrjedhën e ditës dhe lëre qetësinë të udhëheq hapat e tu. Ne urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar në çdo aspekt.